Me që nuk mundemi me folë se kush eliminohet, për shkak se 2 ma pak të votuarit do të zgjedhin 2 tjerë të shtunën dhe do të hapet një televotim i ri të shtunën, ku 2 më pak të votuarit nga këta, me 2 të përzgjedhurit nga këta 2 më pak të votuarit, do të shkojnë prap për kush shpëton dhe njerin nga ata 4 e lëshon shtëpinë. Pak e komplikuar, por besoj që e kuptoni. Spari po vlas Lora, nëse don me vazhdu lojën, është dasht me majtë Selinën në shtëpi në kuptimin e asaj, jo që ka me nxirr, po me majtë Selinën në shtëpi e me zgjedh një më dopt që me fitu vetë televotimin, mendoj që ishte gabim. Po thom i keqi i shtëpisë dhe këtu vlen mu përmend opinionistët atje, i keqin e shtëpisë e shohin lojtarën në finale, ndërsa na të keqin e shtëpisë bojnë zhurmë, çfarë po bën i keqi i shtëpisë. Sidoqë të jetë, i keqi i shtëpisë dhe senut do të jenë më pak të votuarit. Si shihni ju?